Hafiz Ibrahim Dalliu është padyshim një figurë shumë e madhe. Kontributi intelektual është i jashtëzakonshëm. Figurë që i shërbeu emancipimit të shoqërisë shqiptare. Shumë vajza tiranase mësuan të shkruajnë dhe të lexojnë shqip prej Hafiz Dalliu. Unë kam lënë vitin 1877 në muajin e Shëndeut. Që në vitin 96, fillova mu përly edhe me politik, pa të mzanë tinzisht, me shkrue me knu Shqipen me shkronjat e veta. Hafizi ishte një garanci pra me çallën e vet, që arsimi shqip të zinte vend tek njerëzit. Krisi propaganda kundra shkronjave prej oficerësh turq dhe i zhdukën abetaret. Do t'jetë objekt ekspeditave xhan turke të vitit 1910-1911. Një nga ato persona që do të torturojnë më shumë si filo shqiptar është Hafiz Ibrahim Dalliu. Unë kujtova se po mbrasi. Rash në shehadet tinzisht që të mos thonë se u likështova. Ai arriti që të dalë nga burgu pikërisht në kohën e duhur të pavarësisë. Ibrahim Dalliu me gjyshim ngretën flamurin me 26 nëntor 1912 ditë e njëjtë ka qenë. Një rol veçanërisht të rëndësishëm nga mbajtur në vitin 1914. Një nga armiqt kryesor të Hafiz Ibrahim Dalliu do të jetë Muftiu i Tiranës, Musa Qazimi ose Musa Beqari. Ishte opozitar me çdo që ishte i padrejtë. Personazh tepër thumbues në të gjithë qeveritë që ai jetoi. Godiste mangësit me një satirë shumë të hollë. Ishte shumë i paq në gërshëtimin që i bënte identitetin fetar me identitetin kombëtar. Në librin e tij Patriotizmi në Tiranë, ai ka renditur një numër shumë të madh patriotëve të Tiranës. Ti je patriot, do të jesh i derë, të jetë njëri i shenjtë. Vendosja e regjimit komunist në Shqipëri pas luftës së dytë botërore. Rituali edhe për Hafiz Ibrahim Dalliu do të rezultojë shumë fatale. Arrestohet më 16 maj 1947. Nuk ishte se si parimet e tij të binin të pajtoheshin me parimet komuniste. Kur ka dalë nga burgu, ka dalë i smur. Ai ishte i pamundshëm dhe i pafuqishëm. Kur vdiq unë kom qenë 22 vjeç. Aty kom pa një varrim madhështor. Duke qenë njeri i Kuranit ka qenë shumë depërtues në ndjenjat e njerëzve. Është një nga ato modelet e rrallë, inspirimi. Meriton një vend shumë të lartë. Sa vjen kohë edhe hikën, për mua aty më shumë i rritën vlerën, ashtu si shnot për shumë dietarë e njerëz të mëshëm që kanë kontribuar për kombë.